Sekreti si të ulni temperaturën pa përdorur ilaçe. Përpara se të merrni ilaçe, provoni mënyra natyrale për të ulur temperaturën që përdorin edhe paraardhësit tanë. Temperatura normale e trupit shkon nga 36 deri në 37 gradë Celsius, edhe pse disa persona mund të kalojë 37 gradë nëse qëndroni në diell për një kohë të gjatë. Temperatura e trupit luhatet gjatë ditës, kështu që është më e lartë ndërmjet 17 dhe 20 orësh dhe më e ulët midis 3 dhe 5 orësh. Gjithashtu, temperatura mesatare e trupit të njeriut ulet me moshë dhe ndryshon shumë nga temperatura e të vegjëlve. Por kur duhet të ulni temperaturën? Nëse ajo i kalon 38, duhet të merrni masa. Mënyra më e lehtë dhe më e shpejtë për të ulur temperaturën është marrja e medikamenteve me bazë paracetamol, por gjithashtu mund të hiqet në mënyrë efektive, si në këto raste të këshilluara nga eksperti. Dushi me ujë të vakët. Mbështjellja e trupit me mbulesa të lehta, të cilat janë të lagura me ujë ose me uthull. Hiqni temperaturën me vendosjen e patateve, ftohni dhomën dhe ulni temperaturën në mënyrë natyrale.